kush janë personat kyç të cilët e dinë se ku ndodhet Bleona Mata dhe a vazhdojnë ta dinë se ku ndodhet tani në dijenën tuaj? Atëre, në momentin e parë, unë e thash pak përpara që ishte halla e Bleonës e cila dinte diçka, për sa i përket zhdukjes së Bleona Matës. Pastaj bëvon, mund tjetë, thash, se nuk duhet ta përsëris, mund tjetë edhe një hakmarrje ndërmjet burrit dhe gruas, pra babait dhe nënës së Bleona Matës. Dhe e treta është edhe një person që jetonte në Maqedoninë e Veriut, që mund ta ketë rrëmbyer Bleona Matën, për arsye të ndryshme. Të treja këto versione që unë sapo i thash, nëse do ishin marrë seriozisht në momente e para, të ishin gjendur dhe gjurmët e Bleona Matës. Por këta persona e lanë në heshtje të çështje dhe koha bëri punën e vet dhe sot jemi para një momenti ku shokët dhe shoqjet që ishin me Bleona Matën janë rritur, mund të jenë larguar nga qendrat e banuara atje ku jetonin së bashku me Bleonën. Hadha e vet është larguar dhe ajo ka krijuar familje, është larguar nga zona e ku jetonte, dhe kështu që sot një pjesë e këtyre mbyllin gojën dhe thonë nuk na duhet neve më se çfarë ka ndodhur me Bleonën, sepse janë rritur dhe janë shumë me koshiencë, ndërkohë që në momente parë ishin fëmijë të vegjël dhe ishin shumë të brisht dhe mund ta tregonin me njerë të gjithë ngjarjen, ndërsa sot e kanë tepër të vështirë për të treguar se si ndodhi ngjarja, pa çka se ne e dim si ndodhi ngjarja deri tek zhdukja e Bleonës. Ne nuk dim pasaj se ku vajti Bleona, ku fjeti ata Bleona, dhe më vonë pasaj se ku kaloi Bleona, që pretendohet që ka kaluar kufiri shqiptar mbas 24 orëve, dhe më vonë pasaj flitet që ka kaluar dhe zonën e Ballkanit. Këto janë ato versione dhe informacione që ne arritëm të grumbullonim në momentin e parë kur unë dilja në media dhe kisha një informacion dhe më vini një informacion mbi çështjen e Bleona Matës. Pastaj me largimin nga media dhe një pjesë e këtij informacioni u zbe, dhe kështu që i ngeli në dorë vetëm nënës së Bleonës, e cila për hir të vërtetës nuk ka rendur se e kërkuari fëmijën e saj, por që akoma nuk ka arritur në gjurmët e Bleonës. Çfarë ka bërë përshtypje më shumë nga gjithë kjo ngjarje, pra një gjë që e veçoni nga gjithë informacionet që keni marrë dhe ju duket si gjë e mistershme prapë? Atëre, nga gjithë ky informacion që unë kam grumbulluar për sa i përket çështjes së Bleona Matës, më shumë përshtypje ka bërë çështja e hakmarrjes. Për t'i hapur një plak familjes, për ta trajtuar Bleonën si një karem, për t'i hapur një plak nënës së Bleona Matës. Është njëra nga versionet. Një version tjetër ka të bëjë po me hakmarrjen ndërmjet marrëdhënieve të nënës Bleonës me të tretët, dhe zhdukja e Bleonës është... Me të tretët, me kë e keni fjalën, pra hakmarrje ndaj kujt? Aty brenda familjes së Bleonës. Brenda familjes së marrëdhënieve familjare ndërmjet burrit, gruas dhe kunatës. Pse kunata ka qenë konflikt? Pra motrës së burrit, e cila ka qenë prezent në momentin e marrjes së Bleonës, ose në momentin që Bleona doli për të shëtitur,
që u largua nga banesa gati 500 metra. Kështu që ajo ka qenë prezent në atë moment dhe mund të di dhe ka parë diçka, të cilën më vonë pasaj nuk ka folur në momentin e parë, nuk ka folur në momentin e dytë, nuk ka qenë një zot inspektor i krimeve për ta zbërthyer të gjithë të ngjarje, është lënë në heshtje me pretendimin se do dali sot, do dali nesër, do ta sjellin nesër Blonën, do ta sjellin pas nesër. Ashtu siç e thash, është diskutuar në shumë media çështja e Blonës dhe ndofta është bërë si një presion në momentin e parë marrja e Blonës, por në momentin e dytë pasaj duke parë që është bërë një çështje problematike dhe mund të kapej në çështje kriminale, penale, atëre ata persona që e morën ka vendosur të mos e kthejnë Blonën dhe ta kthehen ndaj mamas së Blonës dhe të mbyllin gojën të gjithë pjesëtarët e tjerë, ata aktorë që e kanë ditur ose e dinë edhe sot kush e rëmbeu Blonën Amatë. Pra, do të thosha që janë shumë element brenda të cilët nuk ka arritur të zbërthejë dot policia kriminale. Ne bëm sa mundëm, u përpoqëm me të gjitha mundësitë, mjetet dhe kapacitetet që na u vënë dispozicion në atë moment, ashtu si thash, u bërë dhe portreti i Blonës nga ekspertë kriminalistikës nga shteti i Britanisë së Madhe dhe duke parë dhe momentet kur Blona ishte e vogël dhe nuk arritëm në gjurmët e fundit të Blonës, sepse erdhën shumë informacione të cilat e ngatronin vendodhjen e Blonës, e ngatronin variantet dhe versionet nga më ndryshme se ku mund ndodhi Blona. Ne kemi vajtur në disa nga ato informacione ku është ngritur versioni se ndodhi Blona dhe nuk kemi pikasur dhe nuk kemi konstatuar që Blona jetonte në këto vende. Kështu që vetëm sot mund ta di vetëm mundet ta di vetëm ish bashorti ose babai i Blonës. Mund të ketë një informacion. Avokata, ka pasur një moment që ju keni menduar se jeni shumë pranë gjetjes së Blona Amatës? Ka pasur një moment kur ne kemi diskutuar në një media çështjen e Blonës dhe menduam në momentin që u bë dhe portreti i Blonës, ne menduam që nëpërmjet krahasimit të karakteristikave të Blonës, të përgatitura nga ekspert kriminalist në Anglia, pretenduam se vetëm shumë afër pikës së Blonës, por ndofta dhe u dekonspirua diçka, ndofta janë shumë variante brenda të cilat për hir të vërtetës ne nuk arritëm dot që ta gjenim Blonën dhe t'ia sillim nënës së Blonës. Pra, ose rolli informacioni, ose dikush nuk donte që të realizoj ky operacion për gjetjen e Blonës. Pra, ishin shumë element brenda të cilët e ngatronin këtë situatë dhe deri sot jemi pa asnjë rezultat konkret për gjetjen e Blonës Amatës. Mendoni që ka shpresa për të gjetur Blona Amata? Nëse ka një seriozitet, ka dhe një dashamirësi nga ata që sot janë vënë në lëvizje për gjetjen e Blonës,
sigurisht që Blona gjënda. Por e para, e dyta pasaj nëse dikush flet nga ata që e di se ku ndodhet Blona dhe ai e ndihmon mjaft shtetin shqiptar në për të vajtur për gjetur Blona. Kështu që nuk është një send ose se themo një element që e ka përpije dhe por është diçka që e di dy veta. Dhe kur dy veta e din se ku ndodhet Blona, është tepër e vështirë për ta mbajtur sekret për gjithjetër. Unë do thoshe që duhet të flasin ata dy veta. Duhet të flasin ata dy veta që tregojnë se ku ndodhen dhe për ta mbyllur një herë mirë ngjarjen dhe situatën në cilën ndodhet familja e Blona Matës.